Elementi parë. Elementi dytë, ajo që rëndom në themi, janë faktorët ekonomik, socioekonomik. Kur flasim për tokë, ose kur flasim për pasuri, flasim për mjetin bazë të jetesës. Ashtu si kundër unë dhe ti bëjmë agresiv kur vjen fjalat e puna, në rast se nuk do kemi mundësi tjetër për të siguruar jetesën, edhe këta individ këte e kanë mjetin e vetë ekzistencës. Ndaj dhe kur flitet pikërisht për cënimin e burimit të jetesës, edhe konflikti agravohet, po edhe rreziku që marrin përsi për palët është shumë herë më i madh se sa shkak do ishte një element tjetër. Edhe për shkak varfërisë, domethënë kemi 30 vite në varfëri si shoqëri, kështu që gjendja ekonomike është absolutisht, është element tjetër shumë i rëndësishëm, mund të thosha, nuk kanë funksionuar shërbimet parandaluese. Dhe kur them nuk kanë funksionuar shërbimet parandaluese, para shumë kohësh ne kemi folur për policinë në komunitet. Dhe çfarë ishte policimi në komunitet, është pikërisht identifikimi i këtyre shqetësimeve ose problemeve që anëtarët e komuniteteve kanë, mosmarrëveshjet që ata kanë me njëri tjetrin, në mënyrë që të mos agravohen këto lloj mosmarrëveshjes dhe aq më tepër akoma të vënë drejt kësaj që ju thoni vetgjyqësi. Fatkeqësisht edhe këto institucione, sidomos në zonat rurale dhe të izoluara, nuk janë funksionale. Elementi tjetër shumë